Erion Veliaj, duke gënjur se ishte rrëmbyer nga zyra për ta mbyllur në qeli, mbrojti veten në gjykatën kushtetuese gjatë shqyrtimit të ankimit për shkarkimin nga detyra si kryetari i Bashkisë Tiranë, ndërsa prej muajit shkurt ndodhet në burg për 13 akuza dhe 5 vepra të rënda penale. Është gënjyese për të thënë drejtën, për të dëgjuar çfarë pas kam bërë. Që jam rrëmbyer nga zyra ku më kanë zgjedhur qytetarët dhe jam mbyllur në një qeli me një regjim burgosje apo shoqërimi më të rëndë se sa vrasje seriale. Kam sot më shumë policë në gjykatë kushtetuese se ç'kam avokat. Kjo është çështja gjyqësore që do përcaktoj një herë mirë, nëse pushteti do t'i përkas ende qytetarëve, apo do t'u merret atyre në mënyrë të fshehtë dhe hileqare, pas perdeve të caluara me nene dhe gërma të ligjit. Dhe kur beson që t'i dhënë gjithçka për këtë mandat të qytetarëve, vjen arsye për cilën të largojnë nga detyra. Dhe citoj: mos prezenca në detyrë për më shumë se 3 muaj. Nuk isha se si të më fynin më rënd se kaq. Ka qenë fyerja më e rëndë e jetësime publike dhe këtë thot dikush që ka dëgjuar fyerje dhe legjenda urbane dhe fantazi pafund. Po kjo është fyerja më e rëndë sepse erdhi nga bashkëpunëtorët e mi, nga njerëz që më njohin më mirë se kushdo tjetër dhe që nuk denjuan as të më ftonin, as të më njoftonin, as të më dëgjonin. Zoti i falt. Lutem çdo natë për ta dhe them Zot fali se nuk din ç'kam bërë me atë vendim. Ndërkohë fjalët e fundit të Veliajt në gjykatë ishin leksionet e gënjeshtrave që ka thënë për 10 vite dhe sidomos këto 9 muaj. Ajo që duhet t'ju them është se nuk jam këtu për të kërkuar një mëshirë ose një privilegj. Vi për të kërkuar këtu drejtësi kushtetuese. Drejtësia është mburoja morale dhe fundore e Republikës tonë. Ajo që mbron rregullin dhe që na mban bashkë si shoqëri. Ajo që ndan shtetin e drejtës nga shteti i frikës, ligjin nga arbitrariteti dhe Republikën nga çdo formë sundimi. Erion Veliaj i shkarkuar nga detyra nga Këshilli i Ministrave me propozim të Këshillit Bashkiak u paraqit të premten në gjykatën kushtetuese në Pranga për të mbrojtur pretendimin absurd se është shkarkuar me urdhër politik dhe se detyrën mund ta ushtronte edhe nga qelia.